Mirë se u gjetëm. Po nisim padyshim me përvjetorin 27 të epopesë UÇK-s, sot dita e dytë, pa u rikthyer fillimisht në kohë, po përgjithësi si organizim, çka ka diçka ndryshe si vjet. A është ende ai sentimenti as i madh ose apo rritet për vetë më shumë sentimenti UÇK i familjes Jashari dhe teksa e poshtohen vizitorë çdo vit më shumë? Fillimisht 5, 6 dhe 7 marsi janë ditët më të rëndësishme të historisë së Kosovës dhe të kombit tonë në shekullin e kaluar, në fund të shekullin e kaluar. Ndërsa ndryshimet dhe vizitat vazhdimisht kanë me shku duke u rrit për shkak të ndjeshmërisë dhe për shkak të vlerave që janë kriju me mund, sakrificë dhe gjak. Ndjeshmëria e familjes Jashari si emblem e ushtrisë qëllimtare të Kosovës është e vlerësuar nga të gjithë, si komb, po dhe nga bërësia ndërkombëtare. Mjafton për shembull deklarata e Kushnerit e nënshkruar një çmim për paqe do t'ja jepsha familjes Jashari. Kjo tregon mjaft shumë për vlerën e krijuar pranë institucioneve ndërkombëtare. Dhe tani ka pas ose ramje, ndoshta ndonjëherë ka pas zvoglime, po gjithnjë ka shku duke u rrit ajo vlerë sa më larg ç'është më e vlefshme. Kanë ndikuar dhe partitë politike në këtë drejtim që me rritë dhe me zvoglu varësisht për rrethanave politike. Po kullën e Jasharëve, Ademin, Hamzën, Shabanin, askush nuk mund ta zvogloj. Pavarësisht çfarë do partie, pavarësisht shoqata, kushdo që të është. Ata kanë vendin, kanë bo vendin, janë pjesë e historisë. Pjesë e lirisë sonë. Mos themi liria jonë. Ndërsa ndërtimet, rregullimet, manifestimet janë pjesë të gjallëve që veprojnë politikisht, varësisht për rrethanave. Me lirinë e vendit nuk duhet të shfrytëzoj askush, se është të gjithëve. Po as me të vdekurit, as me dëshmorët. Ata kanë dhënë misionin e vet. Ata kanë kry amanetin e vet dhe detyrën ndaj vendit. Ata janë pjesë e gjakut dhe e lirisë sonë, pjesë e kësaj toke. Tani të gjallët, natyrisht, me ato vlera, ata veteran, ata ushtar, të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, natyrisht e kanë pjesën e tyre. Edhe janë pjesë e historisë. Po të gjallët, dëshmorët kishimit dëshmorë, po liria nuk duhet kishë ardhë. Prandaj, të gjallët, veteranët e sotshëm janë historia dhe ajo pjesë që ka bërë historinë. Edhe lirinë e vendit, natyrisht. Tash kemi institucionet e ndryshme të shtetit që thirrën emrin të saj, që kanë të drejtë të thirrën, të organizojnë manifestimet, të marrin pjesë në manifestime, bëjnë promovime të ndryshme që zakonisht edhe natyrisht duhet krijojnë vlerë. Duhet krijohet të arritura. Secili institucion nga viti në vit duhet prezantoj të arriturat, jo të metat, jo të dështimat. Prandaj, kjo është e mundshme. Thuhet, vitin 2023 kena pas kaq, vitin 2024 kaq, vitin 2025 jena në këto arritur, këtë zhvillim, këtë përmirësim, këtë mirëqenie të qytetarëve të Kosovës. Në këtë mbrojtje ose këtë siguri. Kur flasim për epopen, do të flasim edhe për sigurinë e vendit. E kemi këtë siguri të vendit. Vendi jonë është i sigurt, është i mbrojtur nga ushtarët e Kosovës dhe nga forcat e NATO-s që janë KFOR në Kosovë. Prandaj, këto janë të arriturat. Sa jemi të sigurt, sa kemi arrit me miqt alatët që i kena pas, a i kemi apo i kemi humb alatët. Këto janë ato pjesa që duhet të trajtohen në politikat e vendit.
Për të rikthyer te ajo vlera e jashtëzakonshme siç e përmendi pra e datave 5, 6, 7 mars edhe sakrifica për shembull të jasharëve. Për të rikthyer pikërisht në vitin 1998 kur ka ndodhur për gjithë ata që në një formë ose tjetër, sepse ka shumë rrëfime, ka shumë deklarime për krejt ato, por sa që përsëriten janë shumë interesante. Tash ju jeni në mesin e atyre pra që e keni një pjesë të rëndësishme të rrëfimit. Po, ne kemi pjesën e mesit të rrëfimit, pjesën e organizimit të ushtrisë çlimtare të Kosovës bashkë me jashtëtarët. Deri në vitin 97. Do thot, nga fillimi i ushtrisë çlimtare të Kosovës deri në 97, ne kena biseduar, kena diskutuar, kena vepruar bashkarisht me Ademin, me Hamzën, me Saitin, me Musën, edhe të tjerët që kanë qenë aty. Veprimet kanë qenë të ushtrisë çlimtare të Kosovës, të organizimit të ushtrisë çlimtare të Kosovës për liri dhe çlirim të vendit. Nuk ka pas asnjë emblem tjetër partive politike. Kohë të thirrën sot ka qenë i këtij ose i atij. Ademi ka qenë ushtari i ushtrisë çlimtare të Kosovës Pa logo partijake. pa logo partijake. Sepse edhe atër ka pas parti. Emblemen e kemi pas. Ushtria çlimtare e Kosovës s'ka parti. Partia jonë ka qenë kombi. Partia jonë ka qenë lufta për liri dhe çlirim. Tani përvecimet e ndryshme janë politike, interesa politike, e tjera, të cilët nuk e qojnë atë peshë. Jo ka qenë i këtina, ose s'ka qenë i tina, ka najt me këto, ose s'ka najt me këto. Ademi ka najt me adheun, ka najt me vendin, ka najt me tokën, ka najt me kullën, ka najt me shpinë, ka najt aty ku i jep dhe i del zotë vendit. Interesi i ushtrisë çlimtare të Kosovës ka qenë me çliru vendin. Dhe Ademi bashkë me Hamzën, bashkë me Shabanin, bashkë me Nipa e Djemet gjithë, bashkë me Rrethin, bashkë me ushtarët e ushtrisë çlimtare të Kosovës, janë pjesë e lirisë. Ne kena vepru bashkë, kena diskutu bashkë, kena qenë pjesë e udhës, pjesë e debatëve, pjesë e organizimit, pjesë e njësiteve e gjitha. Kështu që Ademi ka qenë ushtari i ushtrisë çlimtare të Kosovës i partisë kombi shqiptar për liri dhe çlirim. Asnjë parti tjetër politike të asaj kohë nuk ka qenë. Edhe kjo më pastaj e ka masovizuar idealin e tij në varhorme, ose ka bërë që shumë tjerë ta përqafojnë rrugën e tij, ose ëndrrën që për shumë këtë duke i pamundshme realisht që mund të fitohet liria. Ademi, kur ka ra 5, 6, 7 mars, ne kena qenë pjesë e burgjeve. Kena qenë burgun e Prishtinës. Ne ndëgjoshim protestat apo demonstratat, drenici jemi me ty. Dhe pse nuk kishim hapësinë të lexonim, se s'kishim gazeta që të lexonim. Në ato gazeta që mund të lexonim, aty mund të lexonim vetëm kulturën dhe pjesë që nuk ishin njerëzit në jetë. Po, nga protestat që u ndëgjoheshin zhurma e madhe, ushtina që ushtonte Prishtina, nga disa gardianë që ishin shqiptar aty, kanë një njoftim të përvjedhur që mund të na jepnin, ka protesta, u bo kjo, u bo ajo, gjitha këto ishin pjesë elemente që neve na tregonin dhe na frymëzonin më shumë. Na jepnin qëndres më shumë. Prapa grilave brenda burgut. Po, pra e kishin një lloj motive që diçka jashtë po ndodh, pra. Po ata zhurma, protesta, drenic jem me ty, unë dëgjohë mrena. Po. Pavarësisht që nuk e dishe çfarë ka ndodhur në Drenic. Po, gardianet na treguan, është bë masakër, është vrarë Ademi Jashari. Dhe kështu që edhe dhimbje, po të njëjtën kohë ishte edhe krenaria. Sepse vendi shkon drejt çlirimit. Liria ka çmim, po liria ka dhe emnin, Ushtria Çlimtare e Kosovës. Ky është motivi, ky është vullneti, ky është guximi, ky është besimi, ky është forca morale që ty të mban. Dhe tani në atë kohë i kujtoja takimet, nejet, bisedat me Ademin, me Hamzën, me Rexhen, me Sylen, me Shabanin,
me gjithë Saitin, Musën e tjerë aty mbrana Odës, në atë kull që sot është muze. Paraftërimet për para, e Ademit, e Hamzës me Qifteli, e Regjës me Kongën bashk, e Shabanit me Musteqet në balë të gjakut, të Ademit dëridhë ke Mustaqin dhe duhanin, jep të mesazhin e kujtesës, e qëndresës, edhe një mendimi në zhvillim dhe larpams për lirin. Pas një herë të mos kursy vetën, pas një herë mos me pas frikën që ka ndodhë me mu e me familjen, po jem për me mbrojt. Ademi ka mbrojt vendin, duke mbrojt kullën e vetë, shpinë e vetë, rrethin e vetë, fshatin e vetë, është mbrojt Kosova. Prandaj, Ademi ka luftu për me mbrojt Kosovën dhe me qliru Kosovën. Jo veç shtëpinë e vetë. Këtë thojnë, ka mbrojt Pragun e shtëpisë. Nuk kena luftu. E ka atë sinonim, atë kuptim, që Pragu i shtëpisë e mbron edhe Pragun e Pragu i shtëpisë, Pragu i shtëpisë është Kosova. Po, është atë jo. E kur themi Pragu i shtëpisë e ka mbrojt Pragun e shtëpisë Kosovën, jemi dakord. Pa Pragun e shtëpisë kemi pas plot që është bërë përpjekje. Po Ademi ka mbrojt Kosovën. Në Prekaz është mbrojt Kosovën. Prekaz o nis liria për Kosovën. Në Prekaz është frymëzu gjeneratat, ushtarët, në për beteja, në për aksione, në për njësite, ku do kanë marrë pjesë me vullnetin dhe në kriju njësitët në emën të Hamzës, në emën të Ademit, në emën të dëshmorëve tjerë që kanë rrë gjatë luftrave, kështu që është kriju edhe mundësia për me ardhë dhe të liria. Mundësia është kriju pikrisht me ardhë aleatët tanë më në ndimu. Sepse, kur lufton ti për vend tonin, ka kush të del Zot me të ndihmu. Po nëse ti s'lufton, kush vjen? Askush. Ne kena thënë popullore, fëmia që nuk qanë, nana nuk jep gjë. Prandaj, lufta jonë, Ushtria Qëllimtare e Kosovës, i ka detyru faktorin ndërkombëtar mu na ndihmu. Kështu që Ushtria Qëllimtare e Kosovës, faktori kryesor politik ushtarak për lirinë e vendit bashkë me aleatët. Thatë që ju kujtoj në atë kohë sa ishet në burg, u paraftyrojke edhe fytyra e Adem Jasharit, e Hamzës të tjerëve. Çfarë kujtoni kështu nga këto takimet në nodë, në fjalit e tij, dhe të mesazhet e tij, që vlen për sot kur flasim është për vjetori. Dhe sot kur flasim me dalin pamjet, kontaktet, uljet, ndejet, bisedat, si të organizomi, ku do të organizomi, cila është pikët që ne du të majmë, cila është forca jonë që du të i qëndrojmë, sa kanë forca, sa kemi forca, cila është vullneti, cila është gatishmëria jonë. Kënë detaje? Po. Pra një lloj strategu, apo në detaje se si ti ku të përgjigjesh. Aty. Ne i bisedonim, i diskutonim, ku do të jetë pika jonë që ne mund të qëndrojmë, ku do të jetë pika tjetër që mund po ashtu. A do tjetë Aqareva, a do tjetë Përkazi i naltë, Përkazi poshtë, do tjetë Skënderaj, do tjetë Lausha, do tjetë ai tjetër, ky tjetër, gjitha kanë qenë pjesë e diskutimeve, që tu kemi një njësit, që tu kemi një njësit, këtu kemi këtë njësitin, cilë do të marrë masa. Këtu kemi në Glogjan, këtu kemi në Jablanic, këtu kemi në Podojev, këtu kemi në Lojan, këtu kemi atë Malishev, në Prizren, në Pe, në Klin, në Rovec, Suarek, Frezaj, Kaçanik, Gjilan, krejt ku i kemi pas njësitët, krejt i kemi llogarit ka muna me shku, cilët jenë mbrojtët, cilët du të organizohen me një heri. Po rrethanat politikit kanë qenë të tilla sepse nuk mund të vepronim në kohën kur ishim ne në formën publike. Pas rrahjes së Ademit, Ushtria Qëllimtare e Kosovës ka dalë publike. Fakt ka dalë me 28 nëntor, si emblem, po si veprim frontal i luftës, është me njëheri pas rrahjes të Ademit me 5, 6 dhe 7 mars. Aty ka fillu lufta frontale kundër Serbisë dhe solidarizimi, masovizimi, ardhe njerëzve nga jashtë, ardhe e gjitha aty që e kanë dashur atë dheun dhe kanë dhënë për atë dheun, drejt për drejt në pjesëmarrjen me luftë, me pushk, po dhe aty që kanë dhënë me buxhet,
aty që kanë dhënë me buk, aty që kanë dhënë me uniforma, me barut, me gjitha. Prandaj, shumica e popullit ka marrë pjesë. Pjesa kryesore ka marrë pjesë me armë drejt për drejt. Të tjerët me ndihmë logjistike. Kështu që liria është e përbashkët, liria është e Kosovës, emblem dhe simbol i luftës frymëzimit shpirtëror është Adem Jashari. Po. Pikërisht pra në kësë rastësh kur vritet komandanti kryesor, bie morali. Këtu ndodhe kundër ta vrani farë, mos zgjua morali i të gjithëve. Ne kemi njësitet dhe njësitet tona kanë kriju bërthamat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe Ademi është legjenda jonë, komandant legjendar i veprimit. Ai është frymëzues. Dhe këtë frymëzim ai e ka kriju me ramjen e tij, me qëndresin e tij, me forcën morale të tij. Ai është bërë frymëzim për gjithë. Neve na intereson që komanda dhe komandantët, komandanti i shtabit përgjithshëm ka qenë Azem Syla. Komandantët e zonave, Ademi është komandanti legjendar i frymëzimit të shpirtëror të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj, lufta është e përbashkët. Luftën e ka bërë populli jonë, kanë bërë njerëzit tanë, i kanë bërë atë dhëtarët të cilët kanë vujt, kanë majtë burgje, familjet e tyre kanë vujt nga leqitjet, dhe njerëzit që kanë kap pushkën kanë qenë ata që kanë dasht dhe duan atë dheun. Të tjerët që s'kanë mujt janë ndihmëtar, se gjithmonë me ndarë në luftë. Prandaj e themi se gjithë populli ndoshta mbi 200.000, 300.000 njerëz kanë marrë pjesë drejt për drejt në luftë, kanë marrë pjesë 30-40.000 vetë drejt për drejt, të tjerët indirekt. Me ato logjistikën që është pa logjistikë çfarë bën? Por ka pas edhe aso që s'kan marrë që edhe pse kanë pas mundësi, edhe që shpesh flitet edhe përmenden. Ka pas shumë, dhe ashtu ka pas shumë. Kanë pas pengus luftës, dhe ato kanë pas. Ka pas edhe bashkëpunëtorët të Serbisë. Ka pas edhe Serbë, domethënë bashkë kanë qenë. Po e themi që nuk kanë mund të pengojnë vullnetin e popullit. Prandaj, masakrat, krimet që ka bërë Serbia, ka pas edhe disa shqiptarë që ju kanë prirë dhe këtyne batalionet serbe. Ata jenë, ne themi popullore, ma serbe, se serbët ose ma shka se shkau, kanë thonë, në fjallën popullore, në jargonin popullore. Po, ne i kena mujtë. Me luftën tonë i kena mujtë. I kena qitë jashtë Kosovës, me gjakun e dëshmorëve, me veteranët sot që i kemi si kanë qenë ushtarë, shumë të vullnetshëm, shumë të devotshëm, sakrifikus, me invalidët që i kanë lënë gjymtyrët e tyre në përbeteja. Dhe gjithë këto janë historia e Kosovës. A ka tendencët e Hasani pra për ta sulmu UÇK-n ose për ta denigru figurat e UÇK-s? Sot, kur jemi na këtu, me 5, 6, 7 mars, përkujtojmë epopen e ushtrisë shqiptare të Kosovës, epopeja ose e Jashareve, ne sot i kemi drejtuesit e luftës në Hag. Për 5 vite shkojnë dhe janë pjesë e gjykatës. Rrinë 2 vite pa akt akuzë kanë dhejtë. Të izolum. Që nuk ka një arsye dhe një vend të gjosht t'i manë 2 vite këtë formë. Pa akuzë. Që 2 vite janë pjesë e procesit me dëshmitar të mbrojtur, të pa mbrojtur, me akuza, me dëshmitarëve të Serbë, që ka marrë nga Serbia, po dhe dëshmitarëve shqiptarë. Madje shumë fleta kish dëshmi të shqiptarëve së të Serbisë. Po, nga volumi i landës të azëm me dëshmi, një pjesë me... Dëshmit janë marrë
2.100 burgosur kanë qenë shqiptarë në burgjet e Serbisë. 2.000 deklarata janë marrë pikërisht për këta. Të njëjtët deklarata sot përdoren në gjykatë. Pra të delë që janë ma shumë. Po, ki deklarata drejt për drejt të Serbisë, që ka bo Serbia këta. Gjykata është kriju përmes ndikimit serb dhe rus dhe pagesës që u bo dikmartit për raportin e tij për trafikim organash. Neve na kanë kriju në atë formën e gjykatës si jemi ndërmarrje e përbashkët kriminale. Ne kemi qenë organizat e ushtrisë shqiptare e Kosovës për lirinë e vendit tonë. S'kena qenë asnjë ndërmarrje, asnjëherë s'kena bërë krim, ndaj askujt. Ne kena luftu për lirinë e vendit tonë. Kena luftu kundër Serbisë dhe bashkëpunëtorëve serb, cilët e kanë pengu luftën. Prandaj, kjo lejohet në gjitha ligjet ndërkombëtare, të luftosh për vendin tonë. Asnjëherë s'ka pas pengesë. Ndaj kujt me pas pengesë? Pse mu na pengu lirinë tonë? Kush na pengon lirinë tonë? Për ata kena ka pushën për qërimin e vendit. Kush ka qenë kundër vendit, e kemi luftu. Kundër lirisë tonë, kush ka qenë? Kështu që asnjëherë nuk kam vënë dyshim, asnjëherë nuk kam mendu që të frejgom nga ajo e pavërtet, po ne kena ka pushkën të luftojmë për lirinë edhe çlirimin e vendit tonë. Kush do që ka qenë me Serbinë edhe Serbisë, si shtet edhe si pushtet. Kena luftu dhe kena çliru vendin tonë. Natyrisht, na kanë ndihmu edhe alatët tonë, miqtë tonë, ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A presni pikërisht ndryshim qasës të SBA-s, tash sidomos me Trump, ndaj gjykatës speciale, sepse dihet që ka kritiku, pra ka thënë që aty persekutohen krenet e UÇK-s. Deklaratat e zyrtarëve të shtetit janë mjaft motivuese, e kuptojnë të drejtë çështjen po ashtu sepse kanë qenë pjesëmarrës drejt për drejt si Shtetet Bashkuara të Amerikës në procesin e lirisë sonë me anë të bombardimeve të Serbisë që e kanë bërë. Në anën tjetër kanë pas kontakte drejt për drejt me ashimtarët që në Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin e të tjerë. Pra janë njoft, drejt për drejt janë njoft në komunikimet e tyre. Kjo tregon që ata e din që nuk ka krime lufte. E din që është gjykat e padrejt. E din që nuk ka pas trafikim asnjëherë. Nga mesazhet, nga dëgjimet e përgjimet që i kanë bë. E din që është gjykat politike. Prandaj reagojnë, veprojnë. Të njëjtën është bërë edhe gjatë administratës së Bidenit. Tash edhe me Trumpin. Po neve na duhet organizimi jonë shtetëror. Çka duhet me bë Kosova? Se edhe Kosova neve si na kërkohet. duhet organizimi shtetëror. Me 15 prill mbyllet procesi i gjykatës. Neve na duhet një qeveri, një kryeministër, i cili do të shkojë në për gjitha zyrët e qeverive të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duhet loboj. Veç duhet me qenë një kryeministër që e presin në përzyre. Apo jo, zotja Hasani? Një kryeministër që shkon lobon, i hap dyert Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, dhe ju drejtohet dhe kërkon që kjo gjykat është e padrejtë. Dhe duhet lirohen pafajshëm Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi. Një kryeministër me gjithë administratën tonë, Ministrinë e Jashtme, me president, duhet dalin mbrojtjet vlerave tona. Duhet dalin mbrojtjet e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Duhet thonë se nuk është organizat kriminale. Duhet thonë se është ushtrisë shqiptare të Kosovës është çlirimi i vendit tonë. Duhet ta mbrojnë. Është momenti i fundit. Momenti i fundit. Është momenti i fundit. Nëse një qeveri e jona e ardhshme, e cila do të vijë, Cila do të qoftë? Nuk e bën këtë veprim. Ka me gjyku historia.
për damën që e bën vendit. Po gjykohet, dënohet Hashim Thaçi, jo si individ, po si drejtuesi i luftës, po dhe si president i ushtrisë shqiptare të Kosovës, dënohet Kosova. Gjykohet Kosova si shtet i ndërtuar në baza kriminale. Kjo është e turpshme. E ai që do ta bëj turpin, do ta bartin me ndërgjegje ose pa ndërgjegjen e tyre. Po neve na duhet sot o kur një qeveri e cila del mbrojtja dhe mbron vlerat e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, mbron presidentin, kryetarin e kuvendit, generalit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. 5 prill është shumë afër, zotri Hasan. 15 prill. Po 15 prill është shumë afër. Përfundon procesi. Po gjykimi nuk përfundon. Po për të nisur këtë lobimin. Ky proces i lobimit është i mundshëm tash. Prokuroria kryen procedurat e veta. Moment që i kryen procedurat, hapet mundësia të gjykata ta krijoj vlerësimin, ta krijoj perceptimin, ta krijoj analizën, ti merr dëshmitarët që i ka pas aty, ti analizoj, ti vlerësoj kredibilitetin e tyre, përgjegjësinë e tyre, veprimet e tyre, anonimitetin e tyre. Do të marrë vendimin e drejtë. Vendimi i drejtë është Hashim Thaçi, Kadir Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi janë të pafajshëm. Ushtria shqiptare e Kosovës është e pafajshme, është luftë e pastër për liri dhe çlirim të vendit. Ky është vendimi që do të mirret. Po, pavarësisht se si do të duket qeveria e re, që mund të nisë ose jo, shpesh është përmendur edhe kuvendi që duhet të bëj, do të marrë nismë sa i përket çështjes mbas edhe zhbërjes gjykatës speciale. Tash ju do të jeni pjesë e kuvendit të Kosovës sipas votave deri më tash. A mund të ketë diçka? Gjykata speciale nuk zhbëhet më. Ata që e mendojnë dhe thonë këta dojnë ta kalojnë, të shtyjnë procedurat dhe të prajtohen me këtë gjendje dhe me këtë heshtje. Veprimet që duhet merr janë të qeverisë me njëherëshme. Janë diplomatike një farë forme. Diplomatike. Kryeministri e bën diplomacin, bashkë me ministrin e jashtëm. Të dy duhet të jenë në ofenziv në për gjitha shtetet. Kuvendi do të miratoj vendimet jo për zhbërje, për ndryshim të karakterit të gjykatës. Jo një gjykatë etnike. Jo një gjykatë vetëm për Ushtrinë Qendrore të Kosovës. Po një gjykatë speciale që do të mirret me krimet e luftës. E ajo që do të mirret me krimet e luftës, do t'i kemi kriminalet sërbë që kanë bërë krime në Kosovë. Kemi emrat mjaftueshëm të kriminalëve. Edhe do të vlerësohen, do të gjykohen. Edhe atëherë e shohim ku jemi. Po, kuvendi i Kosovës ne do të insistojmë, do të nxisim veprime. Në çfarëdo forme që është e mundshme, do të nxisim veprime në kuvend për të krijuar mundësi lobimi edhe përmes kuvendit. Se ta zëm Kurti, Osmani ishin kritikuar, shpesh janë kritikuar që s'kan pas ndikim, s'kan fol, s'ka shku vizit, s'kan ngrit çështjet për gjykatën speciale. A kanë mundur ta bëjnë këtë lobim pa prit këtë 15 prillin edhe më herët? Qeveria ka mund të bëj që nga fillimi. Po, moment që është arrestu ose është shku për Hag, Hashim Thaçi, akoma pa më rri në Teuleksin në fushë Kosovë, kryetari e parlamentit ka zonë karrikën. Qatë shpejt? Në zgjedhjet e ardhshme, ajo bashkë me të tjerët krijon edhe qeverinë. Kryeministri nuk është angazhuar në këtë drejtim. Edhe pse ka premtuar disa herë që unë do ta bëj dhe s'ka bë. Dhe asnjëherë s'ka bë. Dhe as sot se bën. A ka arsye? Sipas jush? Arsyet në lufta për pushtet. Veç. Frika nga pushteti. Ma marrin pushtetin. Po ta lësh luftën tonë për frikën nga pushteti, mos të mbrojsh atje luftën tonë, vlerat tona,
atë dheun tonë, mos ta mbrosh ushtrinë qëllimtarët e Kosovës, që sot nga lufta, nga gjaku i dëshmorëve, aty në veteranëve, je kryeministër, president, kryetar kuvendi, je deputet. Nga ajo luftje ke rriu, nga ai gjak ke ardhur te këtu. Është mirim politik. Po, në anën tjetër dhe diplomacia të njëjtën veprime ka bën. Nga fillimi deri më tash. Asnjëherë asnjë veprim, edhe ato konsullata, edhe ato ambasada që i kanë ndaluar për me marr pjesë. Kanë ndaluar. Gërvalla i bie, kryediplomatja. Po isha në Hag. Isha poshtë në akuzën e dytë të shqiptarëve, isha aty në vend se tjetë ambasadori, konsullatës aty të marrin pjesë, ta dinë për çfarë po bëhet, cilët janë veprimet. E shtetasit Vetëm isha bashkë me 2 gazetarë. Kamermanin dhe një gazetare. Është edhe në shmekja si pas jush? Po mjerim është. Mjerim përfaqësuesi i shtetit tonë, që në shtetin pritës është edhe kryeministër, është edhe president, është edhe deputet, është edhe kryetar parlamenti, ambasadori atje. Ai ka mund të shkoj, ka mund të vi aty, ta përcjell gjykimin. Kur e sheh gjykatësi ambasadorin e shtetit aty, ndryshe mendon. Thot ky është shtet, ky është përfaqësues, ky është ai që e sheh apo ec drejtësia Te krerët u shikos nuk e shohin në këtë nivel. Nuk e kanë pa. Nuk e kanë pa. Ka pas ka qenë një konsullë mjaft e zonja aktive, çdo herë ka vizitu, për çdo nevojë që kanë pas, për çdo veprim të padrejt ka prezantu. Kur erdhën e heqën, tani nuk shko kush të vizitoj. Misioni diplomatik në Holland nuk shkon të vizitoj në burg për çfarë. Ne kena shku, kena përcjell rastet të tjera, kena përcjell në gjykatën në Shqipëri, kur kena qenë vetë. Për shkak se mi tregu që ky shtetas i Kosovës duhet të trajtohet i barabartë para ligjit me shtetasët e vendit atje. Po të shkoj misioni në atje, gjykata do ta vlerësojë që kanë ardhur të interesohen si po shkon procesi. Po shkon drejt, ka shkelje, s'ka shkelje. Ajo gjykat nuk ka asnjë simbol të Kosovës. Ajo gjykat veç është krijuar nga Kosova dhe mo është e ndame nga Kosova. Ka një financim ndërkombëtar përmes buxhetit të Kosovës. 106 milion janë vjetorja, 500 milion janë dhënë deri tash për muna gjykue, muna denue. Kjo është e tmerrshme veç kur e mendon se lemo e na rrim, heshtim, presim, durojmë, shohim. A ka sentiment anti-UÇK në Kosovë, zoti Hasani? Ka. Nga politika? Edhe nga politika, edhe nga kuvendi, edhe nga presidenca, edhe nga qeveria, dhe nga krejt. Ka. Po jo shumë. Ka. Janë ish udhbashët dhe ish djemt të tyre. Ai sentimenti prap, sepse ju kena marrë pushtetin, i kena largu nga pushteti, i kena mujt. Paranësi ku janë, po ka. Pra e kanë natën, ne i kena luftu dhe i kena mujt. Që i keni mujt. I kena mujt, bashkë me Serbinë. I kena mujt. Serbia se ekziston këtu. Serbia si shtet pi 99 nuk është këtu. Serb naturisht janë, qytetarë të Kosovës. Po pushteti? Pushteti serb dhe shteti serb, që ka qenë pi 1912 dhe 99 nuk është më. Ushtria qëllimtare e Kosovës e ka mujt, e ka largu, me pushk, dhe s'kanë mundë si mu këtë kur ma. E këta për ushqen këtë anti-UÇK? Po natyrisht jo ushqyrë. Natyrisht se i kanë hub privilegjet, i kanë hub beneficionet, i kanë hub bashkëpunëtorët, i kanë hub gjitha. Janë pjesë, ai sentiment ka qenë pjesë. Serbia nuk fla, ai kërkon njerëz të vet që i ka pas, i ushqen, i man për veprimet subversive në Kosovë kurdo që ka mundsi. Prandaj ekziston ai element. Çush është e mundshme zoti Hasani, ose çush shpjegohet që me pas një farë forme edhe për kraje ose një farë lloj rritje, një farë lloj admirimi në popull. Po dy njerëz që u arrestuan dhe u gjykuan. Çfarë do element tjetër?
Të mënë ka. Kaq. Jo, edhe që shpjegohet ideja që prej disave admiron, ta zëm... Admiron ata që i kanë hu privilegjet. Pro-Jugoslavët gjithni i admirojnë. Me pas qenë krejt pro-shqiptar ishim pas mund shumë ma mirë. Me pas qenë krejt në luftë që marrin pjesë dhe e dun vendin atë shumë, sa e dun pushtetin, sa e dun ato privilegjet Jugoslave, ne sot ishim kënë bashkë me Ta Shqipërinë. zëm edhe në vota, zotë Asane, nuk është që zvotohen këta, ta zëm. Po votohen. Kjo është mendësia. Qysh është bëhe mundshme që me dominu në racioni tyre, realisht? Lufta pushteti i privilegjon njerëzit. Kështu që euforia e bën të vetën, urrejtja e bën të vetën, gjitha janë luftë për pushtet, luftët për pushtet i kanë gjitha të mundshme. Çdo herë njerëzit shkojnë afër pushtetit, servilet janë ata që ecin më përpara pi qytetarëve, servojnë mashtrimet ndryshme dhe kështu që arrihet dete qëllimi. Po. Jemi base keni në fund për duar gjithsesi t'ju pyes pak për aktualitetin politik, zotë Asane, po shkojmë drejt fundit numërimit votave, më në fund. Kjo i kretisht aktualitet. Absolutisht, po aktualitet, kështu ma aktualitet. Drejt fundit, mbase pritin brenda pak viteve të certifikohen rezultatet nëse s'ka ankesa tjera ose procedura. Sipas votave do t'jeni pjesë e kuvendit Kosovës, do të riktheheni në kuvend. Po. Qysh do ta përshkruaje realisht rikthimin në kuvend në këto momente, sepse normalisht kanë ndryshuar tash edhe periudat dhe rrethonat kur keni qenë më herët pjesë e kuvendit të Kosovës. Por edhe dinamikat mbase. Unë për 3 vite kam qenë jashtë rrjedhave drejt për drejta politike, po jo jashtë politikës, jashtë rrjedhave të institucioneve e kam fjalën, dhe jam marrë me aktivitetet e politikët të vendit, përcjellje, debate, angazhime, dhe kështu që me njerëz kam qenë afër, me miq, me shok, bashkëverbimtar, kështu kena diskutuar çdo herë problemet të cilat i kemi në mënyrë aktuale dhe të ardha e kandidimit ka pas diskutime në raport me shoqërinë, me hy, mos me hy, për shkak largesës, po unë kam pas besimin që si atëherë dhe sot i duam kuvendit Kosovës dhe ma kanë miratu prej familjes edhe të shoqënia, edhe kem hy garës, kështu që është një rikujtes e njerëzve tanë për veprimet dhe luftën që kena bo, për pjekësat që ndresën, angazhimin vazhdueshëm në kuvend, po edhe si mision diplomatik në Shqipëri, në gatishmërinë t'ju dalim ndim njerëzve atje, gjatë tërmetit dhe pritjen e përcjelljen. Qytetari jonë nuk i ka harru, dhe kështu që ai ka vlerësu dhe ai më ka mbështet. Me votën e tyre, rreth 30.000 vetë, të njëjtën ditë kanë mendu për numrin tim 42 me më votu. Që unë i vlerësoj dhe i falenderoj secilin për votën që e ka dhënë. Që unë t'jem zëri i tyre në kuvendin e Kosovës, në mbrojtjen e vlerave të luftës, në mbrojtjen e vendit, në zhvillimin e vendit, me ndërgjegje dhe përgjegjësi. Qyshe vlerësoni përbërjen e grupit parlamentar të do t'i ketë 24 deputet për DK-ja, sipas gjitha gjasave? Unë përbërja është mjaft e mirë, e qëndrueshme, ka drejtues politik të partisë, për kryetarit edhe nën kryetarëve, antar, ka fushave të ndryshme, ka të drejtësisë, ka të mbrojtjes, ka të angazhimeve tjera të cilat janë marrë ma herët, po mendoj që është një grup mjaft i qëndrueshëm, mjaft i fortë, i përgatitur profesionalisht dhe do të jep sigurisht që kontributin e vet në kuvend aty. Janë 24 vet nga fushat ndryshme, ka dhe grupet tjera natyrisht dhe ata e kanë, nuk kemi veç vetëm, dhe kështu që e vlerësoj pozitivisht, ndoshta është prit ma shumë,
edhe është besu ma shumë këtë drejtim që do të ketë një ngritje më të madhe, për shkak rrethanave politike se pushteti ka bërë dështime të shumta në veprimet e veta në qeverisje, është kërku edhe është besu në këtë drejtim, po qytetarët ka vlerësu kështu, kaq. Ka vlerësu që do t'jenë 24 deputet, do t'jenë Partisë Demokratike aty, 20 sa e di që janë Lidhës Demokratike, 48 janë vetëvendosës, 8 janë të aleancës së Lëtnismës, të cilët bëjnë 100. Kush e bën Prandaj qeverinë? 100 deputet i ka kuvendin Kosovës shqiptare. Kush e bën qeverinë? Kemi edhe një rinumrim që ka qu BZAP në Vushtre, besoj që opozita do të bëjë qeverinë. Opozita. Po, për shkak se qeveria nuk ka hapësina për ta bërë, unë mendoj që rivlerësimi atje edhe një vendim tjetër që i ka nxjerr BZAP sot që votat e diasporës që nuk janë numëru, janë shpallë pa vlefshme të rivlerësohen edhe një herë, do të ketë ndoshta edhe një ndryshim të vogël aty këtu, po me këto rezultate unë besoj që opozita do ta bëj qeverinë, dhe një qeveri do të jetë shumë e përgjithshme me përgjithësitë e veta. Kjo i bie që PDK-ja nuk shkon me vetëvendosjen, as parti tjera të mos shkojnë me vetëvendosjen, që aja të provoj një herë së në bëj të japet mandati të azëm këtë rast Bedri Hamzës, sepse është partia e dytë. Që para fushatës kam deklaruar që një vota ime nuk shkon për koalicion Parti Demokratike vetëvendosje. Nuk e votoni? Para fushatës, para se mi fillu e kam deklaruar, edhe njerëzit më kanë bështet sepse i kanë besu dhe besojnë fjalës time kur them po ose jo. Kështu që vota ime nuk shkon për një koalicion tillë, jo sot po në rrethanat që jemi asnjëherë. Kështu që duhet ketë ndryshime, ato ndryshime do të vinë me përpjekjet e para që do t'i bëj, vetëvendosi natyrisht ta krijoj qeverinë, po mas pari do ta krijoj mundësinë e zgjedhjes kryetarit të Kuvendit, që do të ketë numrat për ta zgjedhur. Tani do të vazhdohet për qeverinë, po nuk e besoj që ajo mund ta bëj për shkak të rrethanave që janë. Numrat nuk mjaftojnë për ta bë, numrat mjaftojnë për ta bë opozita, edhe do ta bëjmë. Po flitet që mund të ketë edhe deputet që mund të shkojnë prej opozitës të vetëvendosja, më ja mundsu këta numra se tash i ka 48, mund t'i marrë 3, t'i blej, kështu siç po thuhet. Nuk besoj që ka deputet... Edhe PDK-ja përmendën që... Nuk besoj që ka deputet Partisë Demokratike që dalin në pazar. Se nuk e shesin dignitetin e tyre për lek. Aty kanë ardhur me mbrojt të drejtat, me mbrojt vlerat e krijuara, cilët janë prezantuar nga programi i Bedri Hamzës, edhe dignitetin e tyre. Prandaj, nga Partia Demokratike asnjëherë nuk dyshoj që do të shkoj ose do të ketë pazare. Po me opozitën do të ketë marrëveshje sigurisht për ta bërë qeverinë. Kishte zgjuar reagimet shumë nga deklarimi i Limaj, që kishte lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit me Albin Kurtin dhe vetëvendosje. A besoni që mund të shkojë? Me sa njoh Fatmir Limën, që pi para luftës deri me sot, nuk besoj që Fatmir do ta bëj këtë. Nuk shkon Limaj me Kurtin. Unë nuk besoj. Ai ka treguar që do ta ketë një qeveri të gjarë, që mbrojtjet vendit, po kërkon natyrisht secili kërkon për mbrojtjen e vendit. Në rrethanat politike që jemi tash, të globalizmit, të riorganizimit global, natyrisht që kërkohet një organizim më i shpejt i veprimit. Po, unë nuk besoj që Fatmiri do të shkojë në koalicion me vetëvendosjen. Prandaj unë besoj që Fatmiri bashkë me Ramushin edhe me Lidhjen Demokratike dhe PDK-n do ta bëjnë qeverinë. Nuk shkon as Haradinaj, as Abdi Xhiku madje, se edhe Abdi Xhiku ose LDK-ja përmendet si opcionale për ta bërë këtë qeverinë stabile. I nderuar, deklarata e Albinit i ka larguar të gjithë. Nuk bëhet qeveri me hajbanat. Kur ti i thu qeverisë,
gjithë opozitës, 60% qytetarëve cilët kanë votu, qyrin këta hajbane, nuk kanë ndërgjegje të shkohet më në qeveri. Nuk kemi kafsh, kemi dignitet, do të arrujmë dignitetin. Ashtu si e ka lyp, do të meritoj. Ne t'i gje kafshët në të banë. Votat tonët si ka. Ka deklaruar Bedri Hamza, ka deklaruar me emri kryetari i partisë, e kom deklaruar sa e sa herë votën time se ka. O nuk do ta ketë. Mirë, ka që ishim kohë, faleminderit shumë, zoti Azan, do të besim të shohim se si do të rrjedhin këto procese tas pas përfundimit ose eventualisht certifikimit rezultateve. Faleminderit shumë dhe njerë gjithë qytetarëve urime epopen e jasharëve, epopen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është vlerë e krijuar me mund, gjak, sakrificë. Liria jonë ka çmim, ushtria shqiptare e Kosovës dhe njerë. Absolutisht, faleminderit shumë, zoti Asani. Faleminderit. Do të shkputemi për pak marketing të nderuar shikues, do të rikthehemi me pjesën tjetër të emisionit, qëndroni me ne.